përgatisim tani një vaj Le të përdorim ose një vaj për flokët. Për flokët më mirë ta kemi kështu Sprite, një ekstraktim, si thuash, të disa bimëve mjekësore, që njerëzit mund ta përdorin kështu në kokë pa diskutim, dhe kjo thahet. Atëherë çfarë mund të bëjmë? Marrim kështu gjetëzat e rozmarinës. Ja. Për shembull, i hedhim këtu. I grim me një thik kështu. Të bëhen të imta, siç i përdorim në format e marinimeve, të erëzave, pra gjethet e rozmarinës kemi grirë, patjetër. Duke i shtuar I marrim këto për shembull dhe do t'i hedhim në një kavanos. Pra do të përgatitim diçka për të forcuar flokën. Atëherë, ja, këto gjethet e grimcuara do t'hidhen dhe duhet të na zënë afërsisht 20-25% të volumit të enës. Po. Kështu. Do të hedhim se mendojmë që mund të kemi për shembull ndonjë le të themi puçëra stafilokokësh, ose nëse kemi kruarje të forta, mundet që të kemi edhe myk. Dhe në këto raste për mykun shtojmë edhe një sasi të rigonit. Një lugë gjelle rigon, për shembull, ose trumës. Mbas kësaj, pra flasim për flokun, duhet të shtojmë hithra, të cilat edhe këto është mirë ti grim pak, ti coptojmë. Djegin shumë të për? Djegin pak, po i mora të vogla, që të mos a digja shumë veten time. Shtojmë këputje, hudhra mund t'jetë edhe e tharë, nuk diskutohet, por ka më pak. Shtojmë këputjen e arave, e kujzetum arvense, edhe kjo afërsisht le të jetë 10% e volumit të enës. Atëherë, këto përbërës, duke i shtuar edhe pak rozmarin, kështu pak sherebel, do të përdorni, kemi dhe të një mandej. Po patjetër, atëherë, ja, kaq është e mjaftueshme. Do të marrim, për shembull, themi në kushte shtëpie. Do të përdorim afërsisht për si ekstraktues rakin e shtëpisë. Mjafton që t'jetë e fortë, për shembull, t'jetë 18 gradë, ku ajo ka gati 36 deri në 40% alkool. Atëherë, mbulohet kjo, e mbyllim. E vendosim në dollap? Dhe do ta vendosim, pra, po t'i shikojmë, këto përbërësit janë shtresëzuar këtu shumë bukur. Pra rozmarinë, hithër, sherebel, hudhër dhe këputje. Po. Atëherë, këto bimë, neve i lëmë afërsisht 10 deri në 15 ditë dhe mjafton që 2-3 herë në ditë neve të bëjmë një përzierje të saj. Ja, në këtë mënyrë. Kjo është e gatshme që afërsisht mbas 15 ditësh neve mund të marrim nga një lugë kafe ose çaj, mbas larjes së kokës, ta shtrojmë në gjithë skalpin e kokës dhe t'i bëjmë një masazh afërsisht 2-3 minuta. Do të vëmë re që flokët do kenë tendencën e paksimit të thinjave, nëse dua mundet t'i shtonim edhe pak kalendul aty, por unë e lash që të kuptojmë dallimin midis kësaj rozmarine dhe asaj që do t'a përdorim për dhimbjet e kockave dhe të kyçeve. Atëherë, kjo është e para. Mbas 10-15 ditësh, gjithmonë pas larë, patjetër, po forcimi i rrënjës së flokut, nuk do të kemi më rënje flokësh, kjo nuk diskutohet, dhe do të jemi shumë të sigur që fijet e flokut nga baza në drejtim të majave fillon të ndryshoj pak atë ngjyrën e saj, në drejtim të ngjyrës normale që ka patur floku më para.